Horoskopi ditor, 27 shkurt 2026, Dashi, yjet sot kanë ndezur motorët dhe ti je ai që po i jep makinës me 200 në orë. Je në një moment ku të vlon gjaku dhe po t'u tek, e përmbys botën përmbys. Por dëgjo këtu çfarë po të thot fati, se sot nuk është dita për t'i rënë murit me kokë, sot do të ndjesh një nevojë të tmerrshme për t'u çliruar. Sikur diçka të mbyt e po të mban lidhur. Do të kesh dëshirë të thuash mjaft dhe të ikësh me vrap, por kujdes. Mos e thyej pjatën që do hash nesër. Nëse reagon me nerva apo me britma, thjesht do bësh zhurmë, jo zgjidhje, paratë do bëhen mollë sherri sot. Mund të kesh ndonjë pasiguri apo ndonjë lek që s'po vjen. Dhe kjo do të prish tërëzinë me njerëzit e afërt. Mos e nxjerr mërinë te partneri apo familja, se leku vjen e ikën, po njerëzit mbeten, ke kohë që i ke rënë pas qefit, shoqërisë dhe ëndrave me sy hapur, duke i lënë punët e shtëpisë dhe detyrat pas dore. Sot, këto punë do të trokasin te dera e do të thonë, po ne? Mos u bëj merak, thjesht përvesh mëngët dhe mbylli ato që ke lënë për gjysmë, Dashi nuk mposhtet kurrë, por sot duhet të luash me mend e jo me muskuj. Sot është dita ku do të marrësh një vendim që e ke zvarritur prej kohësh. Ky vendim do të hapi një rrugë të re që lidhet me fitimet dhe me vlerësimin që ke për veten. Mbaje mend, sot nuk fiton ai që bërtet më shumë, por ai që rri i qetë kur të tjerët humbin mendjen. Shikoje jetën tënde si një biznes, ku po humbet kohë dhe ku duhet të investosh shpirtin. Demi, dëgjoni mirë këtu se sot yjet kanë vendosur t'ju vënë në provë durimin, por ju jeni shkëmb e nuk lëvizni kollaj. Sot është dita ku forca juaj e brendshme do të shkëlqejë si ari në diell, sot do ndjesh sikur dikush po të mbyt, sikur liria jote është në rrezik. Marsi dhe Urani po bëjnë sherr si për kokës tënde dhe ti do kesh nevojë t'i japësh shkelmin çdo gjëje që të pengon. Por kujdes. Mos e përmbys rrugën për një teke të momentit, suksesi me frena, ke vrapuar shumë pas karrierës dhe suksesit këto kohë, je lodhur duke i dhënë gaz. Sot trupi dhe mendja do të thonë, stop. Nëse planet të prishen apo oraret të lëvizin, mos u bëj merak. Ky është fati që po të thotë, ulu pak, merr frym, se nuk ikën puna, do kesh dëshirë të bësh si koka jote, dhe mirë bën. Por mos bëj zhurmë të madhe. Bëj gjërat avash në qetësinë tënde karakteristike. Kur Demi vendos diçka, bota thjesht duhet të hapi rrugën. Demi nuk jeton për të mbushur mendjen të tjerëve, por për të ndërtuar perandorinë e vet. Sot është dita ku do të kuptosh se çfarë do vërtet të i, jo çfarë thon komshit apo kolegët. Këshilla e rëndësishme, mos u merr me njerëzit që duan të ulin poshtë. Sot përqendrohu te ato ëndrat e tua të mëdha, te planet që të bëjnë të ndihesh i plotësuar. Ke një forcë magnetike sot për të tërhequr gjërat që dëshiron. Mjafton të mos nxehesh kot. Binjaku, sot yjet po kërcejnë rreth teje, por kujdes se ke një lloj marrje mendsh nga dëshira për të bërë gjithçka menjëherë. Ti je lart, po sot duhet të mbash timonin fort, sot do ndihesh sikur ke dy njerëz brenda vetes. Njëri thot, shkatëroje çdo gjë dhe nisja nga e para, tjetri thot, rri urt se kemi frikë. Ky sherr i brendshëm do të bëj pak me nerva dhe me hën. Mos u nxito të marrësh vendime të mëdha sot, se Merkuri, planeti yt që të komandon, po bën naze dhe po ecën mbrapsht. Ke një dëshirë të çmendur për të thyer rregullat, për të dalë nga kafazi. Por dëgjo këtu, nëse vepron me rrëmbim, thjesht do vritesh vetë. Gjeje lirin duke mësuar diçka të re, duke shëtitur, apo duke bërë diçka që të pëlqen vërtet, jo duke u zënë me botën. Rregullat janë për të thyer, pakës, nëse rri e zbaton çdo pikë presje të protokollit sot, do të ikin shanset nga duart. Mos u bëj robot, por as mos u hidh në zjarr pa u menduar. Gjeja atë rrugën e mesme që vetëm ti e di, binjaku nuk mbetet kurrë mbrapa, ai është gjithmonë një hap para të tjerëve. Sot është dita ku do të kuptosh se çfarë po të rëndon në shpirt dhe do të mësosh si ta flakësh teja të peshë, mos u mundo t'i mbushësh mendjen askujt sot. Drejt mbasdites, ret do të ikin dhe do ta shohësh diellin më qartë.
Një ëndër që su bë realitet, mos u mërzit, fati po të ruan diçka shumë më të madhe që as nuk e ke imagjinuar akoma. Gaforja, shpirti i horoskopit, ti që ke zemrën e madhe sa detet. Sot yjet po zjejnë dhe ti po e ndjen atë dallgën që po të vjen, por mos u trem se ti je mjeshtër i lundrimit. Je lart fare, se vetëm ti e kupton botën me ndjenjën, jo me llogari. Sot do ndjesh një siklet të madh, sikur do të shpërthesh. Marsi dhe Urani po të thonë, bëj diçka, ndrysho jetën. Ti e di që diçka duhet lëvizur, por halli është se s'po e ndan dot mendjen se ku ta vësh dorën më parë. Mos u bëj merak, kjo është thjesht shenja që po të jep fati se ka ardhur koha për kapitull të ri, afër apo larg, sot do bëhesh lëmsh me njerëzit. Njëherë do duash t'i përqafosh e të rish ngjitur me ta. Njëherë do të duket sikur po të zën frymën e do duash t'ja mbathësh në fund të botës. Kjo tërhiq e mos e këput mund të shkaktoj naze e shere me njerëzit e shtëpisë. Shpjegoju që ke nevojë për pak qetësi, se ndryshe do të keq kuptojnë. Sot mos u merr me llafen e me thashe theme. Ke nevojë për pak humor, për pak shpresë dhe për njerëz që të ngrohin zemrën. Nëse nuk e ushin shpirtin sot, të ndihesh i boshatisur. Gaforja kur merr vendim, e tun vendin. Kjo javë është java tënde, ku do marrësh guximin për të bërë ato ndryshime që i ke zvarritur prej vitesh. Sot mos u hidh me kokë në asnjë vendim pa u menduar 2 herë. Ke një forcë të madhe brenda vetes që po zgjohet. Lufto pak me ato frikrat e tua të vjetra dhe do shohësh që pas kësaj stuhje, ti do dalësh më i fortë se kurrë. Luani, sot yjet kanë vendosur të trazojnë pak kurorën. Mos u mërzit se Luani edhe kur rrëzohet, bie në këmbë si mbret. Sot do të duket sikur bota është çuar kundër teje. Në punë ose te qëllimet e tua, do dalë dikush e do të thotë, s'bëhet kështu. Ti do ndihesh sikur po të shpërfillin, sikur s'po të marrin seriozisht. Kujdes me këtë ndjenjen e më lënduat krenarin, se mund të bësh ndonjë veprim me rëmbim që do pendopesh nesër. Ka ca lëkundje sot në planet e tua profesionale. Mund të kesh ca pengesa që të prishin tërësinë dhe qetësinë. Dikush mund të mos jetë dakord me mënyrën si i bën ti gjërat. Por dëgjo këtu, ky sherr mund të jetë i mirë. Ndonjëherë duhet një cik zhurmë që të kuptosh kush të do e kush të ka smir. Njerëzit e mbytshëm, sot njerëzit do të duken si gjë e gjëza. Do e kesh vështirë t'i kuptosh ose t'u afrohesh. Do të duken të ftohtë ose shumë të komplikuar. Mos u mundo t'i zbërthesh me zor, lëri në hall të tyre se do sqarohen vetë rrugës. Luani nuk ulet kurrë në gjunjë. Sot është dita ku do të mësosh një leksion të madh. Kush janë ata që të rrinë krah dhe kush janë ata që duan të shohin poshtë. Mos merr asnjë vendim ba me bum sot. Nuk i ke të gjitha letrat mbi tavolinë akoma. Edhe nëse zihesh me ndonjë shef apo partner, mos e humb të ruan. Nga ky kaos do dali një ide e re që do të vlejë më shumë se ari. Ti je lideri, sillu si i tillë edhe kur ka stuhi. Virgjëresha, sot yjet kanë vendosur të trazojnë pak atë rregullin tënd të ardh. Dëgjo mirë çfarë po të thot fati, ke kohë që po i jep gaz punës dhe po merresh me shëndetin e me detyrat e përditshme deri në detajin më të vogël. Sot, kjo tenxhere mund të shpërthejë. Tensioni në punë ose me ato gjërat që duhet t'i bësh me zor do arrijë kulmin. Nëse ndjen se po të merret fryma nga oraret e ngjeshura, merre shtruar. Mos u bëj merak nëse sot planet të shkojnë mbrapsht apo nëse orari të prishet fare. Kjo po ndodh që ti të mbushesh me frym. Fati po të thotë, lëre pak atë defterin e shënimeve dhe jeto çastin. Ndonjëherë, kur gjërat dalin jashtë kontrollit, vijnë idetë më të bukura. Ke qenë pak si shumë strikte me veten dhe me të tjerët kohët e fundit. Sot do ta kuptosh që po nuk bëre ca ndryshime kreative, do ngelesh në vend numero. Por kujdes, mos u hidh nga dritarja për të dalë jashtë, gjeje derën. Mos merr vendime o sot, o kurrë, se do pendohesh. Virgjëresha nuk gabon kurrë kur përdor mendjen, por sot duhet të dëgjosh edhe pak zemrën.
Sot është dita ku do të kuptosh se jo çdo gjë zgjidhet me llogaritë e mësuesit. Nëse dikush të nxiton apo të bën presion, thuaj stop. Mos vepro me rrëmbim. Drejt darkës, tensioni do ikë si me dorë. Një bisedë me atë personin special që të kupton shpirtin do jetë ilaçi më i mirë për ty sot. Do ndihesh e lirë dhe e lehtë si penë. Peshorja, sot yjet kanë vendosur të tundin pak atë peshoren tënde të famshme. Dëgjo mirë çfarë po të thot fati sot, se jeta po të shtyn përpara me zor. Sot Marsi dhe Urani po bëjnë sherr dhe kjo do të japë një shtyrje të fortë. Nëse ka diçka në jetën tënde që ka mbetur vend numero, sot do krisi e do lëviz. Je shumë i dhënë pas një projekti, një qefi apo një dashurie të re, por po e shtrëngon fort litarin. Fati po të thot, lëshoje pak se do këputet, mund të ndihesh sikur po të zë fryma brenda mureve të tua. Edhe nëse e ke zgjedhur vetë këtë rrugë, sot do të duket sikur je në burg. Kujdes me rebelimin. Mos gjuaj me gur dritaret e tua. Nëse do ndryshim, bëj plan, mos u hidh në zjarr me vrap se do digjesh, mendja top me ide, edhe pse je pak si me nerva dhe do t'i japësh fund gjërave shpejt e shpejt. Merkurit po i qesh syri për ty do të vinë ide kreative që as nuk i kishe menduar. Shfrytëzoje këtë zgjuarsi që të ka falur Zoti për të gjetur rrugë të reja, jo për t'u zënë me botën. Peshorja nuk thyet, ajo thjesht adaptohet dhe fiton. Sot është dita ku do të kuptosh se duke u fiksuar pas një gjëje të vetme, po humbet gjithë bukurinë tjetër që të rrethon. Mos nxjerr konkluzione me vrap. Sot dëgjo më shumë se sa fol. Ke mundësi të mësosh diçka të madhe që do të ndryshoj kursin e jetës për mirë. Shndërroja atë inatin e brendshëm në art ose në një plan biznesi që vret. Ti je mbreti i ekuilibrit, tregoje veten sot. Akrepi, sot yjet kanë vendosur të të ndezin një zjarr nën këmbë. Dëgjo mirë se çfarë po të përgatit fati, se sot do tunden themelet, sot do kesh një forcë të çmendur për të thyer çdo barrierë që ke me njerëzit. Nëse dikush të ka mbajtur larg ose ti i ke qëndruar ftohtë, sot do t'i thuash gjëra troç. Ke dëshirë të ndryshosh çdo gjë në shtëpi, t'i japësh pak piper jetës sate private, se të është bërë çdo gjë bajat, rebelimi i shpirtit, ke një rrymë elektrike që të përshkon trupin sot. Nëse ndjen se marrëdhëniet e tua po të zënë frymën apo nuk po të lënë të rritesh, do kesh dëshirë të shpërthesh. Mund të kesh një përplasje vlerash me dikë, t'i thuan bardh. Ai thot, zi. Kujdes, mos e diq jorganin për një plesht, prit të papriturën sot. Një ndryshim i menjëhershëm plani ose një lëvizje e papritur nga njerëzit e tu të afërt do të nxjerrë nga rrugina e zakonshme. Ti je i fortë, po sot duhet të jesh elastik si llastiku, se po u bëre i fortë si guri, mund të thyesh, akrepi nuk humbet, ai thjesht pret momentin e duhur për të sulmuar. Sot është dita ku do të kuptosh se kush meriton të jetë në rrethin tënd të ngushtë dhe kush duhet të rrijë jashtë dere. Sot dëshirat e tua janë të zjarrta dhe intensive. Ndryshimi po vjen, e ndjen në ajër, por mos u nxito ta bësh fakt të kryer që sot. Shiko. Vëzhgo dhe mbaj shënim. Kur të vijë momenti, do godasësh aty ku duhet dhe bota do mbetet pa fjalë. Ti je mjeshtri i rilindjes. Shigjetari, sot yjet kanë vendosur të japin një shkelm që të lëvizësh nga vendi ku je ulur. Dëgjo mirë se çfarë po të përgatit fati, se sot jeta jote do marrë një kthes që se prisje, sot je si makinë pa frena. Marsi dhe Urani po të gudulisin e po të thonë, bëje tani, mos prit. Ke ca projekte e ca qefe në kokë që po të çmendin, po kujdes se po haron bukën e gojës dhe punët e shtëpisë. Mos e lë shoqërinë dhe detyrat pas dore vetëm për një fiksim të momentit. Sot do kesh dëshirë t'i japësh fund çdo gjëje bam me bum. Por dëgjo këtu, nëse e shtyn litarin me zor, do të këputet në dorë e do të lërë mbrapa. Nëse puna apo rregulli i përditshëm po të pengojnë lumturinë. Mos u bëj rebel pa shkak. Gjeje ku duhet lëshuar pe e ku duhet shtrënguar, po mos kërko zgjidhje me sekonda, mbas dite do të thëras mendja. Do e kuptosh që pa një plan, s'shkon dot as deri te pragu i derës.
Një bisedë kokë më kokë me dikë do të hapë sytë e do të tregoj një rrugë që as nuk e kishe parë. Shfrytëzoje këtë zgjuarsi që të ka falur Zoti për të gjetur rrugë të reja, jo për të zënë me botën. Shigjetari nuk ndalet kurrë, ai thjesht ndryshon drejtim për të gjetur thesarin. Sot është dita ku do të mësosh se po luajte pak me jetën dhe po nuk e more çdo gjë me vdekje, do të vinë një det më flak që ke pasur ndonjëherë. Fitoria jote fshihet te strategjia, jo te forca. Britsjapi, dëgjo mirë çfarë po zjejnë planetet për ty, se sot jeta jote do marrë një hovë të ri. Çfarë do të ndodh sot me Britsjapin? Sot Marsi dhe Urani janë bërë bashkë për të nxjerrë nga shinat e zakonshme. Ti që e do çdo gjë me rregull e me llogari, sot do ndihesh sikur toka po të lëviz nën këmbë. Një dëshirë e fortë për të rebeluar ndaj rregullave që të kanë zënë frymën do të pushtojë shpirtin. Mos u bëj ngurt si guri, se guri thyhet, bëhu elastik. Nëse je kapur pas gjërave të vjetra vetëm se kështu jemi mësuar, sot fati do të jap një shtyrje që të dalësh nga ajo zona jote e rehatisë. Mund të kesh ca përplasje me njerëzit për çështje vlerash apo respekti. Por mos u nxe. Ky sherr do të tregoj se kush të vlerëson vërtet dhe kush po të përdor. Drejt mbasdites, mjegulla do të ikë dhe do të vinë një qetësi e madhe. Një bisedë me mend në kokë apo një informacion i ri do të hapë sytë për një rrugë që as nuk e kishe imagjinuar. Mos kërko të bësh hapa gjigant sot, mjafton të bësh lëvizjen e duhur e të sigurt, ashtu siç di vetëm ti. Ujori është gjeniu i këtij horoskopi, mendja që sheh aty ku të tjerët janë qorë. Ti je lart fare se jeton në të ardhmen dhe nuk thyesh nga zakonet e vjetra, po sot yjet kanë vendosur të vënë përballë vetes tënde. Dëgjo mirë se çfarë po zjejnë planetet sot për ty, se Urani dhe Marsi janë bërë bashkë për të tronditur pak të rezin. Sot do ndjesh një tension të madh, sepse çdo gjë që ka mbetur si e ngrirë në jetën tënde do fillojë të lëvizë me zor. Do kesh distraksione nga të gjitha anët dhe njerëzit do të dalin para me pengesa që të prishin planet. Kjo po ndodh se ka ardhur koha të pastrosh jetën nga gjërat që nuk të lën të marrësh frymë lirisht. Ke një dëshirë të çmendur për të marrë vendime të prera e për të thënë mjaft, por mos u nxito. Nëse vepron me padurim, do e lëndosh veten më shumë se të tjerët. Mundohu ta nxjerrësh këtë energji me diçka krijuese ose duke lëvizur, jo duke u përplasur me njerëzit që të rrethojnë. Mbas dite do fillosh të kuptosh se si të shprehesh më mirë pa u zënë me botën. Do zbulosh një mënyrë të re për të shijuar jetën dhe do të vijë një ide që do të bëjë të ndihesh sikur ke rilindur. Nuk fiton ai që bërtet më shumë, po ai që gjen rrugën e re aty ku të tjerët shohin vetëm murin. Ujori nuk humbet kurrë, ai thjesht shpik një rrugë të re për të dalë fitimtar. Sot fitoria jote fshihet te qetësia dhe te mënyra se si do e përdorësh mendjen tënde të ndritur për të zgjidhur lëmshin që të ka rrethuar. Peshku, dëgjo mirë se çfarë po të thot fati, se sot do dalësh nga mjegulla. Sot Marsi dhe Urani po bëjnë sherr dhe kjo do t'i nxjerrë problemet tuaja në sipërfaqe ba me bum, mbase edhe pak me rëmuj. Do ndjesh një nevojë të tmerrshme për ndryshim, por halli është se as vetë se di mirë se çfarë të vret e çfarë të djeg. Kjo do të bëjë të ndihesh me nerva pa shkak, sikur bota të ka borxh, bota jote e brendshme. Ke rënë pak në qetësi këto kohë, je bërë si i mbyllur në vete, por ama e ke mendjen të njerëzit e tjerë. Kujdes, mos e harxho gjithë baterinë tënde vetëm të një punë apo të një person. Nëse fiksohesh pas një gjëje të vetme, do të prishin të gjitha punët e tjera si me zinxhir. Gjeje ekuilibrin. Lajmi i mirë është se mbasdite Merkuri dhe Afrodita do të japin një dorë. Aty do të hapen sytë. Do e kuptosh pse u zive, pse u mërzite dhe do të vijë një ide flak që do të zgjidhë çdo sherr që ke pasur me veten. Peshku nuk mbytet kurrë, ai di si të notoj edhe në mes të stuhisë. Sot është dita ku do të kuptosh se ato përplasjet e mëngjesit ishin thjesht mënyra e universit për të treguar rrugën e vërtetë. Mos u mundo t'i zgjidhësh të gjitha sot me vrap. Nëse ndihesh i lëmsh, ulu e merr frymë. Drejt darkës do të vijë një zgjidhje kaq e thjeshtë dhe e bukur. Sa do thuash, si nuk e mendova më parë.
Ti je shenja e mrekullive, beso te intuita jote.